së artit Dada me rastin e hapjes së ekspozitës Rimendimi i totemve. Edona, linja për ty, mirëmëngjesi edhe njëherë. Mirëmëngjes për ju në studio, mirëmëngjes për gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tanë. Atëherë, këtë lidhje direkte do ta realizojmë për të diskutuar rreth ekspozitës Rimendimi i totemove nga Genc Rodiqi. Kam kënaqësinë se pranë meje ta kem vet artistin. I nderuar, mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes Edona, mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve që po na shiqojnë në këtë moment. Atëherë, si erdhi ideja për realizimin e kësaj ekspozite? Ideja lindi gjatë pandemisë. Ideja kryesore dhe koncepti kryesor i veprës është se me pak punë dhe me pak vullnet, çdo njeri mundet me e përmirësu vetveten, me ndru vetveten në të gjitha aspektet, mirë po duke ndryshu vetveten, e ndryshon edhe rrethin e tij të ngushtë edhe rrethin më të gjanë. Jemi dëshmitar që gjatë pandemisë u pa që bota nuk ishte e gatshme për një rrezikshmëri aq të madhe për rrezullin toksor, edhe u pan disa defekte, si me thonë, në udhëheqësi të botës. Atëherë vendosa me marrë diçka që shifet si negative, si që është paqeta cigares, sepse të temat janë bërë në paqeta cigares, janë 365 punime. Vendosa me marrë atë me shfrytzu si një metafore që nëse unë muj me ndryshu një pako cigares, e cila shifet si diçka shumë negative në një objekt, me shëndru në një objekt të bukur, atëre ajo është si një metafore cila tregon që edhe ne mundemi me pak vullnet dhe me pak punë me ndryshu shumë gjana në këtë, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe pse jo edhe globalisht. Pastaj më lindi ideja, thash, ajde ta regjistroj një vit të jetës time, të më thënë në mënyrë kronologjike, t'i boj 365 punime. Edhe ato e kom bërë, mu kam vyt 17 muj për me përfundu krejt atë punim, sot i kemi 365 punime miniatur, të më thënë piktura miniaturiale në paqeta cigares. Pastaj në fund është shtu edhe një punim me kërkesë të një shoku tim, i cili më ka thirrë prej Londrës, e më ka thonë, Genc, lutem bone edhe 366 edhe që t'ja pik. Thash, okej, në rregull, edhe ashtu që sot cikli ka 366 punim. Fakti që në përmbajtje të ekspozitës janë 365 punime. Kjo ka një mesazh për juve që paraqet 365 ditë të vitit, apo? Po, në mënyrë kronologjike përcjell një vit të jetës time gjatë pandemisë, sepse koncepti kryesor i të temave është ajo që e thash, se shëndrimi është i mundshëm, se njerëzit munden, pa marrë parasysh në çfarë situate gjenden, situate të vështirë, ose me probleme, ose çka do munden me përmirësu vetën nëse fokusohen pozitivisht në një ndrim pozitiv, sa do i vogël që është, munden. Ajo është tema kryesore, mirë, po pastaj secilën ditë në të tema është një temë në vetvete. Edhe ajo temë pastaj ka të bëjë me kujtimet e mia, diçka për jetës time, ka të bëjë për shembull nëse jam indikuar për lajmeve ditore atë ditë, ka të bëjë me gjitha temat e mundshme, sepse 365 punime ta mundsojnë që ti truni jot me udhëtu në përkohë, prej fëmirisë e deri sot. Ashtu që janë 365 temat të ndryshme për çdo ditë. Shumica punimeve janë abstrakte, disa janë shumë lehtë të lexueshme, më njëherë sheh porosin. Pastaj sipas vendeve ku kam udhëtu, për shembull, nëse kam qenë në Himar, atë ditë të temi është kriju në Himar, nëse kam qenë në Rotterdam, atë ditë është kriju të temi në Rotterdam, do të thotë janë në mënyrë kronologjike, nëse dikush i shiqon sot, mundet me pa disponimin tim gjatë tërë vitit. Mundet me pa një ditë ka qenë e keqe, një ditë pak më e mirë, ato shifën edhe në ngjyra, shifën edhe në kompozicione, shifën, dhe me thonë, edhe në kvalitet. Ndonjëherë, për shembull, e ki pas një ditë shumë të keqe, edhe ajo piktura del e keqe vetvetiu, pse s'ki pas vullnet me punu. Unë ko mujtë ma vonë me shku mi përmirësu ato, muj edhe sot mi përmirësu, mirë, por nuk kom dasht milion ashtu si janë, për me qenë sa ma real, për me portretizu jetën tonë në mënyrë sa ma reale, sepse jeta jonë nuk është gjithmonë e bukur, nuk është gjithmonë e mirë.
Nuk mund çdo ditë me konë super e mirë. Do një ditë është pak më e mirë, do një ditë më. Edhe ato gjitha pastaj shifën në ato vepra. Përveç asaj që ka qenë shumë sfiduese normal për me realizu një ekspozitë të tillë, sa ka qenë edhe emocionuese për juve, të marrë parasysh që krejt emocionet që e thatë i keni paraqitur në ekspozitë? Tepër shumë më kanë ndihmu për arsye se, siç thash, kom pas kohë, 17 muaj punë, edhe kom pas shumë kohë me udhëtu nëpër kujtimet e mia të fëmirisë, të jetës, kur kom jetu në Angli, kur kom jetu në Kroaci, shumë kom pas kohë me meditu edhe dush me paramendu që ti kur je vetë me një pëlhur për para ose me një material me cilën punon, ki gjithë farloj mendimesh të kthehen kujtimet, gjithë shka. Edhe normal që aty ka tepër shumë emocione, të gjitha ato unë me një farë mënyre i kom qit, i kom gjerë prej vetës në këto punime, edhe ka qenë shumë edhe terapeutike, se arti është shumë edhe terapeutik. Njeriu përmes artit mundet me nxjerr të gjitha ato ndjenja cilat i ka në shpirt, po ndoshta cilat nuk mundet me i komuniku me njerëz, sepse sot ne jetojmë në një kohë, në një dinamik shumë të shpejtë. Edhe shpesh edhe nëse flasim me diken, ai tjetri nuk ka kohë me të ndigju, ose të ndigjon në mënyrë sipërfaqësore edhe kalon në problemet e tija. Ashtu që kjo është një mënyrë ku njeriu mundet me i shpreh, me i nxjerr prej vetës të gjitha ato emocionet e veta. Sa ja shton vlerën ekspozitës t'juaj, fakti që ju i keni transmetuar, me thonë, grimcat e jetës t'juaj të përditshme për gjatë një viti? Po unë mendoj që punimin vetvete ka një vlerë, se shife unë nuk vi prej botës akademike të artit, ashtu që unë si me thonë, asë një regull nuk ekziston për mu. Nuk i jap llogari askujt, sepse jam artist autodidakt, as nuk krahasohem me askënd, as nuk kam nevojë për shembull. A din çfarë do lloj kritike për mua është okay. Edhe njerëz që ke pyetje. Pyetja ishte që sa i bën, sa ja u ka shtu vlerën për shembull. Unë mendoj që ja ka shtu vlerën shumë, sepse ti në ato punime secili mundet me pa një jetë të tërë. Jo në 365 punime, 365 emërtime të pikturave. Ato emërtimet pastaj vinë prej kujtimeve të mia, prej përjetimeve, prej ndjenjave të mia, prej gjitha situatave në për cilat kam kalu gjatë jetës. Cilat kanë qenë përshtypjet e njerëzve kur ju ke tregu për përmbajtjen e ekspozitës? Shumicës e njerëzve ju pëlqen tematika edhe ideja e këtij ciklit. Ju pëlqen ideja shumë, sepse është diçka e re, është diçka që nuk e ka bo askush në botë, pa modesti, po e thom. Edhe do me thonë ju pëlqen. Tash, kur vjen puna te kritika e veprave të artit, aty pastaj secili e ka atë mendimin e vet. E ka secili mendimin e vet, sepse tek i fundit në rrezull të kësaj ndikon 8 miliard njerëz edhe secili e ka shijen e vet. Dikujt i pëlqen, dikujt jo, varet. Kur e përmendët në fillim kur diskutuam për përmbajtjen e veprave t'juaja, thatë që e keni pas mundësi ndoshta me i përmirësu disa gabime që ju tash i cilësoni si gabime, po nuk i keni përmirësu. Sa vlerësohet kjo prej audiencës kur një vepër është çashtu qysh e ka pas gjendjen emocionale artisti? Unë mendoj që vlerësohet shumë, sepse ne duhet me qenë real në art, duhet me qenë të sinqert. është shumë letë me shku tash për shembull me i përmirësu ose me i bë tjera të mizavendësu ato të këqijat, mirë po njeriu duhet me qenë real, edhe duhet, sidomos te ky cikël, kjo ka qenë shumë e rëndësi, që jeta, një vit i jetës më portretizu, më dokumentu në mënyrë reale. Atëherë, i nderuar, unë ju falenderoj shumë që ndatë këto informacione me ne dhe shumë suksese tutje. Faleminderit shumë, faleminderit edhe përshëndetje gjithë teleshikuesve. Kaq kishim sa i përket kësaj lidhje direkte, Linja në studio.